Numri çifteve të cilat shkojnë drejt divorcit është në rritje nga viti në vit. Avokate Elona Mone thotë se divorcet ndodhin për shumë arsye. Sipas saj, 60% e çifteve pasi kanë vendosur divorcin i drejtojnë gjykatës për zgjidhur martesën pa konflikte, por me marrëveshje, ndërsa 40% e tyre janë çështje komplekse të vështira për t'u zgjidhur. Vit pas viti, divorcet, pra proceset e divorceve vinë duke u rritur, rastet janë të ndryshme dhe problematikat po ashtu janë dinamike. Pra nuk kemi raste të cilat të jenë për të njëjtën kauzë ose për të njëjtin shkak. Vinë duke u rritur, patjetër që nuk kemi më në kohë dhe në mentalitetin që për të shkuar tek avokati apo te gjykata është e vështirë, sepse kemi në 60% e rasteve çiftet që vinë me mirë kuptim për divorcin, pasi tashmë i kanë zgjidhur ato mosmarrveshjet midis tyre, pasi një martesë në radhë të parë zgjidhet në fakt midis të dy bashkëshortëve dhe më pas i drejtojnë gjykatës. Pastaj kemi edhe një 40% të cilët janë konfliktual dhe normalisht ka një dinamik tjetër procesi gjyqësor në gjykatë. Për gjatë divorcit, një prej gjërave të cilat diskutohet është vendimi se kujt i takojnë fëmijët. Gjykata sipas Mones vlerëson edhe vetprindrit, teksa duke marrë parasysh disa komponent. Fëmijët i jepen prindrit më të përgjegjshëm, por edhe që ka kushte më të mira për rritjen e tyre. Mone thotë se nuk mungojnë as rastet kur kjo çështje delikate zgjidhet me marrëveshje mes vetprindërve. Sigurisht që shkon tek prindi më i përgjegjshëm, që do të thotë prindi më i përgjegjshëm vlerësohet nga një tërësirë thanash, nga bindja e brendshme e gjykatës, nga akti psikologjik, nga provat që paraqiten. Të dy prindrit patjetër kanë një rëndësi të barabartë tek fëmia, por për fëmijët deri në moshën 10 vjeç, nëna është një figurë themelore në jetën dhe në mirëritjen e një fëmie. Megjithatë, ne kemi pasur raste dhe nuk mund t'i mohojmë që gjithashtu babai ka luajtur një rol funksional teje të rëndësishëm në mirëqenien e fëmijës dhe gjykata ka pasur raste që ja ka lënë në kujdestari babait pikërisht për fakt të përgjegjshmërisë që ka pasur kundrejt mirëritjes së fëmijëve. Por nuk mungojnë dhe rastet që janë zgjidhur me mirëkuptim dhe me marrëveshje, me një marrëveshje notariale, të cilën më pas e ka legjitimuar gjykata me vendim gjyqësor, ku prindrit kanë rënë dakord në mënyrë të përbashkët për ushtrimin e kujdestarisë dhe këto janë nga rastet më të mira, sepse një martesë kur nuk shkon nuk mundet që të mbahet më forcërisht. Kjo edhe për shkak të interesit më të lartë të fëmijës, të cilët duan një mirëqenie në familje. Avokate Elona Mone thotë se fëmijët janë ata që vojnë pasojat më negative të divorcit në momentin kur prindrit janë konfliktual. Sipas saj, dhe divorcuar nëse ka marrëveshje dhe komunikim të dy prindrit, ata mund të ofrojnë më të mirën për fëmijët e tyre. Fëmijët i vuajnë pasojat e një divorci në momentin që prindrit vendosin që ata të vuajnë pasoja, dhe me këtë dua të them që kur prindrit janë në radhë të parë konfliktual, kur mbajnë inat apo mbledhen ndaj njëri tjetrit dhe këtë e shfrytëzojnë në kurizë të fëmijëve, patjetër që do t'i vuajnë. Por në një moment që kemi një divorc i cili kryhet me marrëveshje dhe të dy bien dakord që për hir të këtyre fëmijëve të jenë së bashku në mirëritjen dhe në kujdestarinë e tyre, patjetër që fëmijët nuk duhet që t'i vuajnë këto pasoja. Në uljen e numrit të divorceve, avokata Elona Mone thotë se ndikimi mund të ketë bashkëtesa. Çiftet nuk janë të detyruar të martohen, por duke bashkëtuar e njohin më mirë njëri tjetrin përpara se të marrin vendimin e lidhjes së kurorës. Në radhë të parë nuk duhet kemi martesa ligjore, duhet funksionojë bashkëtesa. Pra, nuk ka përse çiftet kalojnë me njërin martesë, bashkëtesa është një formë shumë e mirë për të parë nëse çifti mundet që të pranojë të mirat apo të këqijat e njëri tjetrit, le të themi, vlerat dhe jo vlerat. Në radhë të dytë, duhet që martesat të ketë një komunikim dhe tolerancë çifti me njëri tjetrin, sepse nëse ka komunikim dhe tolerancë, patjetër që problematikat e vogla zgjidhen, ndërsa nëse kemi problematika të mëdha, do të thotë që kjo martesë nuk mundet të funksionojë dhe çifti nuk mundet që të bashkëjetojë më me njëri tjetrin. Një çift mund të shkojë drejt divorcit për shumë arsye, të cilat lidhen nga mosmarrveshjet mes tyre dhe deri tek shkaqjet ekonomike.